أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت رضينا بالله سبحانه وتعالى ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبسيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبيا ورسولا أما بعد فالله تبارك وتعالى يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفية صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد nderuar xhamat me padurim na po afrohemi mujit të shenjt në temën tonë jemi duke i përjetu përjetimet tona në lidhje me ibadetin e veçant me tretman shumë karakteristik në lidhje me lutjet tona Allahu Gjelle Gjelaluhu wa Gjelle Shanuh mësuam në derset që kaluan se na Allahu Gjelle Gjelaluhu duhet i drejtohemi me kërkesat e tona dhe ato duhet jenë të sinqerta duhet i drejtohemi me kërkesat tona Allahu Gjelle Gjelaluhu duke i forcua ato duhet ta kemi besimin kur ti drejtojmë kërkesat tona ta kemi besimin se ato pranohen të Allahu Gjelle Gjelaluhu edhe muslimoni nuk guxon t'i lejon vetë vetës që ta ban një lutje të Allahu Gjelle Gjelaluhu edhe të ketë një dishim se po e baj po ndoshta se pranon Zoti nuk kanë kjo në rregull të muslimoni po ai duhet ta ketë besimin e plot se lutja ati është pranu njeriu nuk ban që ta merr një letër për t'ia shkruar vllaut edhe adresën t'ia shkruan me dishim ati adresën e letrës vetë ta shkruan të dishimt duke pas dëshim se po e shkruaj po pale amrin pra ndëgjo merë letrën shkruaj mirë edhe fute në koverin në zarfin e vet bani adresat e veta me kujdes edhe me shkencë vërtetoj ato thuj kështu inshallahu taala kjo letër arrin të vendi vet po thuj sinqerisht inshallah arrin mos e qit letrën në kutijën e postës me thon pale a shkon se faktikisht të gjismën po e pranon për mos me shku ajo nuk e qenë mirë i koncentrum punën që po e ban kur mos thuj po e baj o Allah jam këtë lutjet e ti po pale ti e merë pale e pranon ti thuj inshallahu taala ash e pranuar të Allahu me besim të plot se ajo ash e pranuar na sot inshallahu ndersin ton edhe të fundit për ka para Ramazani i këtij viti e tema jo që u kri për lutjet na mundemi të bisedojmë shumë gjatë kohës se s'kemi kri gjo për ta po në këtë para Ramazan të këti viti na me kaq do të mbyllim sot inshallahu taala e do të i kthehemi mujit Ramazanit me një program inshallahu taala sipas neve të begatshëm me dëshirë që ai prej neve të bëhet kabul se ati intenca më e fundit e jonja është që Allahu prej neve ta pranon sot inshallah do të mësojmë me xhamatin ton anën edukative në lidhje me lutjet i thojmë na në gjuhën e kursisë xhamisë adabu dua ana edukative islamike në lidhje me lutjet tona edhe pranimin të Allahu Gjelle Gjelaluhu se kohën rastin halët kështu pa të më thonë nanje kure nisëm këtë dersefte se ka kohë caktura edhe ka gjendje edhe ka halët të caktuara kur janë ma të preferushme për drejtimin e lutjeve tona Allahu Gjelle Gjelaluhu o Gjelle Shanu prej këtive gjanave ulemot Allahu Gjelle Gjelaluhu qoft me gjithë ulemat i pajtuar ato vun disa
rregullore, unë po ju tham kështu rregullore, ato vun disa pika, disa shenja, e parafërsisht ati dikon vunja 10 pika për ta ditë nëse kur edhe ku edhe në çfarë mënyre, në çfarë situate me ju lutë Allahu xhelle xhelaluhu, edhe kemi besimin e plot se ato gjendje, ato vende edhe ato raste edhe ato situata janë efekt më i mirë për pranimin e lutjes Allahu xhelle xhelaluhu xhelle shanu. I nderuar xhamat, njërin prej këtive gjanave e argumenton Kurani Kerimi, të cilin ajete kemi spjeguar shkurtimisht qish në dersin e parë, kur tham nëse Allahu në Kurani Kerim ka thonë wa bil ashari hum yastaghfirun, në kohën e sifirit ata bajshin istikfar. Një grup prej këtive që bajshin istikfar në kohën e sifirit kanë qenë shokët e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, gjenerata e parë e artë e islamit që si pa më bota, ato që Rasulullah s.a.s. i lavdrojnë hadis edhe tha khairul kuruni karni, tha shekulli ma i dashur të Allahu është shekulli im. Ata që Allahu tha për ta në Kurani Kerim radiallahu anhum wa radu anhu, tha unë jam i pajtuar në shokët e Muhammedit edhe ata të pajtuar në me. Kështu tha Allahu xhelle xhelaluhu për ata. Nuk është kjo punë e vogël që pa da emën Allahu xhelle xhelaluhu, këtu nuk e ka da as një me emën prej ative. Edhe atëherë kish gjuna qarë, edhe atëherë kish njerë që bëjshin gabime bëgjizit mloja në për ta, po Allahu xhelle xhelaluhu për mirësit e shumë numrit të madh të mirëve të gjeneratës parë tha radiallahu anhum, tha për punët që kryen këto, kjo generat jam i pajtuar në ta, tha wa radu anhu, edhe këta janë të pajtuar në Allahun e vetë. U qëshin mëngjes herët, i ngrejshin dur, thëshin Allahumme, Allahumme, Allahumme për nevojat që kishin pa i numru, qëfar nevoja kanë pas ato, kurse e dim na se na duhet lutim për nevojat tona, qëfar nevoja kemi mas miri, na i dim nevojat e tona. Pra prej kohëve, po e rikthajmë edhe njëherë, për pranimin e lutjeve ma vakt, ma kohë e kançme, është koha e sifirit. Prej kohëve. Luj një rol vendet xhamati ndershëm. Kanë thonë, një vend prej vendeve është i lidhur edhe me vendin edhe me kohën. Vendi i Arafatit, edhe nata e Arafatit, edhe dita e Arafatit. Pra edhe natën e Arafatit, edhe ditën e Arafatit. Kanë thonë dietarët se këtë dita 364 ditë mot e ka natën për para, vetëm Arafati e ka natën mrapa. Kështu disa ulema kanë thonë, unë s'po du me u fut tash se eshti, cëla është e vërtet, çka po thuti, a kjo, sa me rëndësi fare, dita Arafatit është dita e 9 e muaj Dhulhijja, pra ngrej durët nëse shkon një ditë për para, edhe një ditë mrapa, një natë për para, edhe një natë mrapa e dita Arafatit. Kjo kohë është koha ku njerëzit i ngrejnë duar për pjetë, edhe Allahu xhelle xhelaluhu ka premtu se lutjen e robit tem në këtë vend edhe në këtë kohë prap nuk e kthej. Ka thonë el hajju maghfurun lahu, hajia është i bën magfirat, hajia është i falun, wa liman istaghfara lahu el hajj, edhe ai që haxhiu për të ulut. Ku ulut? Ulut në Arafat, ulut në vendet e shenjta gjithsejt, ulut në Arafat mirë, po këtu të unë ndër sot është Arafati i cekun, është më i theksuar nata edhe dita e Arafatit. Nuk thën lutjet prap. Kur e kemi fjalën nuk thën lutjet prap në Arafat, duhet ta kemi ndërmend se në atë vend të shenjtë çka pranohet prej robit edhe çka nuk pranohet, janë gjona të ndara në pjesë. Pranohet diçka e diçka nuk pranohet. Kush pranohet? Pranohet lutja për faljen e gjunave që janë të lidhura mes meje edhe Allahu xhelle xhelaluhu xhelle shanu. Kurse lutja për faljen e gabimeve që i kanë bën ndaj teje nuk zan vend te Allahu, edhe pse është Arafat. Nuk zan vend, për shkak se Allahu ka thonë, unë nuk përzihem mes hakeve që keni mes veti, se ato s'janë haket e mia. Për atë tha, kjo fe nëse shkonin haxh, edhe inshallah të gjithë shkojmë së bashku në haxh, nëse ndodhe shkoni pra, e po thojmë prap inshallah ndodh e burra e gra, dalin në atë vend e krin farzin e Allahu xhelle xhelalu, do tha një kusht prej kushteve para se të dilet cili ke. Tha rad qada'u ad-duyuni wa radd al-madhalim.
Tha me i la borgjët uhajat, me i la borgjët edhe me i këthi zullumët. Para se të shkojmë atje, një punë për dashka me bo këtu pra. Me i la borgjët edhe me i këthi zullumët që i kemi bo. E në regull pra. I lajmë borgjët edhe i këthim zullumët. Këto s'kanë hakët e tona këto. Këto kanë hakët që janë të qerve. Ja kemi morë njoni tarën. Në Arafat zgudzojmë me ulud në o zot falmarën e ati njerit. Këta nuk e pranon Allahu Gjelle Gjelaluhu Gjelle Shanu. E kemi fy njonin. E kemi nënshmu njonin. Ja kemi marë pasurien qetrit. E kemi shatë qetrin. Ja kemi hongër mollin qetrit. E kemi rejt qetrin. Kjo nuk ka vend në Arafat, o zot falmi këto. Këto kanë vend para se dilët në Arafat, me personat duhet me ila. Tha Rasulullah s.a.s. E të dërune menil muflis. A dini tha kusha muflis? A fjala muflis prej kësëllës fjallë rrëdhë. Etimologjia roja e fjallës muflis shka është? Muflis rrëdhë fjalla prej fjallës fils. Fjalla fils prej shumë filsa bojnë fulus. E fjalla fulus do me thonë pare. Filsi është një mita pjesë e dërhemit. Një dërhemi ka 1000 filsa. Tha dini kusha muflis? Dini aj kusha është aj që se ka nga të veti as një mitën e dirhemit? Thanë poja Rasulallah. Tha urdhoni. Tha al muflisu fina men la dinara lehu wala meta. Tha muflis është në aj që s'ka dinar në gjap edhe s'ka pasuni tjera. Tha la. Tha jo tha walakin al muflis men jeti jaume l'kijama. Tha muflis ash aj i cili del para Allahu Gjelle Gjelaluhu Gjelle Shanu ditën e kiametit bi salah, tha me namaz, wa zakah, tha ka dhon zakatin, wa saumin, wa hajjin, i ka bo zakatin, e ka bo hajjin, e ka bo namazin, i ka bo Ramazanin. Walakin nehu mirë po tha Rasulullah s.a.s. e kala male hadha, ja ka hongër këti pasurien tha. وأكل مال هذا وقد شتم هذا إكا شافلون فأشكا كبوت درسان ضرب هذا إكا رافلون فرسول الله عليه الصلاة والسلام këto pun i ka bo këto qerat ama dhe këto i ka bo e tash pra po pysim kështu po pysim në tahlilin në zbërthimin e hadisit po e bojmë këtë pyetje nëse unë kam dal në haq edhe kam mendu se shka ka haqin e Arafat mi fal pse lutjet po pranoshin qish metën këto gjona po u kri a unë kash në Arafat pse metën për ditën e kiametit këto pse metën haqi i fal kejt apo pse këto metën për ditën e gjikimit pra kuptojmë nga kjo se haki huj në Arafat s'falet kuptojmë nga kjo se pasurin që e kemi hongër të hujen nuk falet në Arafat kuptojmë nga kjo se kemi shave, kemi fije, kemi nënshmu haji s'ka lidhje me këta se Allahun hakët e një janë qetrit nuk hin e qishmet hadisja usasa qishmet tane e kish homir, ish fal, kish ninu ish kon haji, kish zonë zëqatin ama kish raket, e kish shaket, e kish fyket e kish hongër malën e këti tane qishmet puna tanena po tha yu'ta hadha min hasanatih tha qitive që ka me ja u marë ki hak qito që kanë me marë hakun të ki tha se vapët e këti herifit i marë me ja vjapim këtive kështu tha Allah do të bëhat ditën e kiametit se vapët e këtive ja vjapim këtive tha po nëse kryen se vapët e këti e sa shkri procesi tha i marë me gjunat e këtive tha Rasullullah e ja vjapim këti thumma yutrahu fin nar tha dhe qitë në zarë gjehnemit jo ato që kanë qenë haq edhe i kanë grejt dur në Arafat edhe janë lut me u falë Allahu Gjelle Gjelaluhu gabimet jetësore tan jetës ative edhe kanë ndëgju se në hadisin sahih Muhammed a.s. tha njeri u këthet prej haqit si kur shka e ka linë nona pra këthet prej haqit si shka e ka linë nona a i njeri i cili u lut në Arafat edhe pat gjunohet drejt pës drejtin mes ati edhe Allahu të vet ama ato që i pate me robin e Allahu Gjelle Gjelalu si ti
ato s'ka pun. I ngren durti ama ajo është e kot fare. Mo për këta tha Rasulullah alayhi salatu wassalam, men kanat lahu madhlama falyuhallilha. U madhlama, kush ka një zullum që i ka bo qetrit, falyuhallilha, tha në ta zgjidha ata këtu, në ta zgjidha ata këtu. Mos ta loja ata unë po shkojnë haxh, e kam kthi prej haxhit, i bom magfirat kejt se hoxha tha me një hadis kishte thon pejgamberi, kthesh sikur shka ke lind. Po kthesh sikur shka ke lind ka një orë, ka qetra orë, kthesh sikur shka ke shku. Ana gjast inshallah sikur shka ke lind, e shme majta sikur shka ke shku. Njëjt. Kështu është, men kanat lahu madhlama falyuhallilha. Kush ka një zullum mes njëri tjetrit, në ta laje këtu, në ta zgjidhë atë problem këtu, sa s'ka ardhur dita e Kiametit. Kohë e përshtatshme, edhe atë shumë e përshtatshme për ngritjen e durve për pjetë të muslimonit me ta fal Allahu xhalla xhelalu, është muaj Ramazanit. Edhe ata i tërë muaj Ramazanit, prej të parës ditë e deri të mramëndit. E kemi mu në prag. Ja inshallah me izin e Allahut, nëse jemi gjallë po lajmërojmë zyrtarisht në se do të nisim me ninu sipas kalendarit ton, ditën e mërkur do ta nisim, do ta kemi ditën e parë të Ramazanit inshallah taala. Duke e lutë Allahun xhelle xhelalu që me mëshirë na vjen, me zemër ta prasim, me duar përpret të lutemi Allahut për pranim. Edhe të lutemi me zemër që atë më në fund na i ban kabull inshallah. Ai do të vjen xhamati jon në për shtëpitë tona në këtë muaj, në për shtëpitë e muslimanëve. Kur jem këtu du me i spjegu një disa çështje të vogla shumë. Për ka spjegimi të vogla. E nëse jemi të freskët edhe jemi në mësim, në mësimin klas, ato do të jenë ndoshta pika më kryesore, më vitale e këtij dersit sotit. Kur kemi spjegu se nëse Allahu xhelle xhelaluhu ka parapa ta dënon ummetin me një ummet prej ummeteve, nëse kemi marrë mend, kemi thonë se mos të marrin shpresë të mirë me shpëtu. Nëse një ka meritu ki popull me dënu Allahu xhelle xhelalu, tha mos të marrin të mirë i miz, të mirë të ati populli me thonë nasht, kështit i merë uji edhe zjari, edhe shtrëngata, kataklizma, unë shpëtoj. Tha Rasulullah s.a.s. El belau idha nazala amma, belaja kur zbrite prej Allahut përfshin, merë me vete të mirin edhe jo të mirin. Ja kështu pra, nëse digjet një mal frontalisht, edhe në mesin e ati malit që digjet frontalisht, ka një fidan. Ka një fidan i cili nuk pa hala as thar, as nuk damtoj kërkan. Qaj fidoni në mesin e malit frontalisht i djegun, a shpëton aj? Aj nuk shpëton, që kja është aj miri në mesin e poplit, nëse me ndonë se shpëton aj prej dënimit Allahut përfshiz. Të rahmeti ndryshojnë punë gjëmatin dërshëm. Të rahmeti Allahut ndryshojnë punë. Nuk është si të dënimi. Ramazani është rahmeti më i madh i Allahut që zbriti edhe boni farz njeriut. Ai që tash vën Kumanov do i viziton, do si viziton, niset për rrugë tërma, niset për rrugë për pet, ka përcan disa shtëpia, ka përcan bedinën Llopatit, opajën të do shtëpia hi, të do nuk hi, vën ka ton hin këtë shtëpiat, tonin këtë shtëpiat të do njerëz hi, të do nuk hi, se hala nuk i kanë pastru këtë njerëzit punë. Disa njerëz halas i kanë pastru punë, për shkak se disa njerëz s'kan shku në servis me he gipsin prej krije. Halat disa njerëz kanë gips në tru, a gipsi japin minit për me plas, japin minit gips, metoda me bukur për rëmimin e ative, me pëjunojnë gips tash në tavana i pëjhanja di pika, edhe hazër po dinamizohet, po dinamitizohet vetaj, po krijet puna me ta. Një numër jo shumë i madh tash momentalisht pi shqiptarve e kam për qëllim pi shqiptarve musliman, një numër jo shumë i madh, një 65% halas e kanë e gipsin. Se unë kur të foli për shqiptarët foli në hartën e madhe, se faktikisht hartat vogla s'ka, foli në hartën e madhe. 65% halas e kanë e gipsin prej krije. Ja për shembull vend tash Ramazani, do thojnë jemi musliman, ama me dhallë të ninojnë. Këta janë numëri madhë këto, e ninojnë me dhallë të Ramazanin. Do shti ven Ramazanin e ninojnë me viski. Me viski e ninojnë Ramazanin.
Kanë mekër, ndoshta kanë shall, kanë gjibe, ndoshta kanë plis. Çka s'kan mrena, kanë ngjyrat verdha, ngjyrat kaltërta, me jeshil të veshëm, me mavi. Çmos edhe këto ju ven Ramazani shti me upi, me ude. Ju ven Ramazani, kur ti pyetësh cëllin dini e thonë musliman. Do janë në për ta ma pak se këto. Në për ma pak, këto edhe në sifir qohën, edhe në drejk qohën, edhe niftar hungjën. Bile kanë qef me qenë therun niftar. Kanë qef me qenë të grishëm niftar. Këto janë fantazerat më të mëdhaj të cilët në zemrën e vetë bajnë thelbin e munafiklëkit. E bajnë batarien, akumulatorin lëvizës, generatorin lëvizës të munafiklëkut e bajnë. Këto janë të poshtërtit e ummetit. Këto janë i leti ma i madh që ka ummeti Muhammed Mustafas në vete. Kush janë këto? Këto janë munafikat. Jetune haulai bi wajhin wa haulai bi wajh. Me do jetojnë me një ftyrë, me qertë jetojnë me ftyrë tjetër. Idha laku alladhina amanu qalu amanna. Kur të vjen vakti sifirit thojnë amanna, çen sifir me juve. Wa idha khalu ila shayatinihim, kur të rrin me shejtanat e vet me zditën kafiç, edhe një gotë pinë me ta e prishin Ramazanin. Kur të rinë me politikanët e mëdhaj, takohen me Clintonin, takohen me Klaus Kinkel, takohen me Hans van den Broek, e takohen me qëshit bruken këtë dunjoha, me qëshit bruka, kujtojnë ato se thojnë kështu ato, deklarojnë edhe arsjetohen, thojnë, hoxhani se Ramazan, s'po banë se kur po takomi me to na, ka një gotë për qesmi sa përsi e faqe to në nata, s'po hamë tër niftar. O po t'kallëzëj kështu pra, o ti ambasador, o ti deputet, o ti politikan, o ti minister, o ti zavendës minister, nëse me ndonë ti, se për hirtë poplit duesh me pi një gotë, e pastaj me vazhdu të rinë sifir, unë po të mësoj kështu, në emnin e Allahu Gjelle Gjelaluhu e Gjelle Shanu, nëse këta e banë, nëse kështu vepron, edhe me ndonë se për hirtë poplit për e banë, unë po të regoj diqka, kur ta pishat gotën për hirtë poplit, mas asaj gote më njëherë, shkote cisterna, qelja për mas cisterna 30 ton, e ka një ventil me të cilin shprazët filhadha jo, qelja ventilin cisternës, edhe shtin e hunën ati, edhe thuj ati, lisheja gje, jepi gaz në kabin, thuj lirisht, jepi gaz në kabin, 35 ton janë baraz pesh me qatë gotën tonë, janë baraz pesh, hiq kjo gota ma pak nuk ven, ti je në cëllin feje, nuk motën punë kështu, vlavi jam i dashur, nuk motën punë kështu, motën punë në cëllin feje ti je musliman, po thu, unë jam musliman, ato Clintonat edhe binaq të atina për botë që janë, duesh me u tregu se ti je musliman, edhe ative me abo me dije se unë në tavolin nuk ulem të riniftar, unë ha buk ora kaq. Nëse nuk e ke arrit këtë grad, ke problemet pa vendosuna. Nëse këtë grad se ke arrit, ke problemet mëdhajat pa vendosuna. A ban me të pyet diçka? Hazreti Omeri radiallahu ta'ala anhu, kur ka ardhur në Kudus, Mesjidul Aqsa, me i marrë qelësat, e xhamisë Sulejman a.s. Kiblës ton, ka hershmet, një hershmet, di hershme, edhe qelësat e kishës katolike, edhe qelësat e kasollave të qifuteve, për shkak se ato mundën qëndrimin, se vetëm ai këto gjana me drejtësi mundet me udhëheq. Çka ta merr menja? Kur erdhi ai në Medinë, kur erdhi ai në Kudus, po tish Ramazan, a kish ai me thonë ani për hatër juve këtu që jeni mbledh ju Konstantinopolisat, që jeni mbledh këtu në Kudus për hatër juve një gotë, a kish me ndodh kjo? Jo, e pra dëgjoj. Ai e ka pas këtë problem shumë qartë vendosën, ti hala se ke vendos. E po mira, a ki me thonë hala, thuj mas e ki qelë, pra thuj shti, po hala ka me thonë shumë. Mdokët se ti o politikan, po i shef ondrat të mas, hala. Mu ashtu po mdokët, po i shef ondrat të mas. Kur ishe atëhere komunist, atëhere kur ishe sistemi socialist,
Atëherë kur komunistat e udhëheqin edhe thoshin s'ka kush mendon për tije, ka kush mendon për tije, ti veç puno. Atëherë kur ato kohat tash po ju thojnë kohat e lashta mo. Atëherë thoshe ti, unë e dim zemër e kam, çështo thoshe, unë e kam këtu, ama sistemi s'po të lejon. Ai po të pyesim tash, kush s'po të lejon tash pra? Kush po thot tash ti me punu në servisin tanë 10 minuta, 20 minuta në kafe me piraki? Kush po thot? Kush është ai çka po të shtrengon tash? A ke hala, kallzo nëse ke filoni po më shtip, kallzo, pse na s'dim me bo shtipja? Edhe na dim me bo shtipja. Kur gjon na mos shtipshmi, që tërsen, kacës rasojit i vem shumë gurnalt, e qojmë me plas, e qojmë me redh rasojit nizb. Kur gjon mos bo, që këta mujmë me bo, a di pse mujmë me bo? Pse kaca është e jonja, edhe laknat janë tonët. Edhe vendi kë e kemi vu kacën është e joni, edhe gurt janë tonë. Këta mujmë me bo, mos bo shmi që tërsen. Vetëm mos shit havull tif në bot, se s'po e han. Mos shit havull tif se s'po e han Nuk e merë, s'po e merë mrena, s'po e pranon. Allahu në Kurani Kerim tha, kur po rrin me muslimanët, po i ngrejnë të spet. Idha lakun ledhina amenu, kalu amenna. Wa idha khalau ila shayatinihim, kur po rrin me shajtanat e vet, kalu inna ma'akum, po ju thojnë ative na imi si ju. Po ju thojnë ative jo na imi si ju, po ju thojnë na imi me juve. E po mirë shejtanat e vetë po i pysin, tha Allahu në suratul Bakara, si ta keni Kuranin e përkthim të shpia, faqen e parë qelni. Faqen e parë qelni i keni ati këto biseda. Tha po mirë, ju po thoni ini me neve, në rregull. Po çka po bani me muslimanët kur po rrini pra? Than inna mustahzi'un. Tha na po bëjmë hajgara me ato, po tallemi. Innama nahnu mustahzi'un. Tha na po tallemi me muslimanët. E çka u bë vllavi jam i ndershëm, o vllavi xhumos, o vllavi Ramazanit, o vllavi shahadetit. E çka u bë pra? Çka u bë pra? Pra në mesin ton pas ka njerëz, në mesin e ummetit Muhammed Mustafas, pas ka hala njerëz çka po mendojnë se na him te muslimanët, tallemi me ta, kur shkojmë te shejtani jon jemi sinqert. E tani, qaj gjemoti, i cili na pa në radhat e veta, a i mendoj se po bomi dishkana, a i mendoj se po shkojmë në dikun. E mas kejt punve, mas krirjes sofrës, ma i modhi i joni i huji. Së një ngrejt i durët me bo dua. E hangër sofrën e islamit, e hangër sofrën e iftarit, e hangër sofrën me zejtinka dhe hurma, a i pitin e uj, i cili e ka për ka karakteri sevapin matman se uj i zemzemit, se uj i bunaritan Ramazan, një iftar shkata pish, për ta Allahu është ma i dashur se uj i zemzemit. Është ma i dashur. Unë për ta them, s'ka mundësi me umbrojt, dikush është ma i dashur. E piti ujin e iftarit, edhe më në fund nuk i ngrejti durët me thonë elhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Tha nuk i bani Allahut hamd që krijoi qiellin dhe tokë, nuk i bani Allahut hamd i cili tha në Kurani Kerim alladhi anzala min as-samai ma'an fa akhraja bihi min ath-thamarati rizqan lakum. Ja harroi nemi edhe qorrit mirat e Allahu xhalla xjalaluhu. Ja harroj se Allahu tha në Kurani Kerim, unë për këto kokra që hongre o i paftyr, për këto kokra që hongre unë zbrita shiu natën të fleti me t'i pregadit me i hongre sofrën e iftarit. As boni me ngrejt durta. Qka deshte me tregu me këta? Deshte me tregu me këta se jema i dituri, e po tregojmë pra, bal për bal po tregojmë se s'kemi pa ma t'pa ditur, s'kemi pa ma ignorant, s'kemi pa ma gjahil, sa i që hanni metin e njonit edhe e përbuzat e me një mos lutje të modeste edhe të vogël. Ku i në gjanë ki? Ku i në gjanë ki? Mos e këshirë për ka diplomat fare mos të interesoje.
Po unë pa ta spjegoj katunarqe. Ke ba ti një sofër i nderuar i xhamati jam. Edhe i ke therë 15 burra, i ke ullë në sofër. Çmos ju ke dhonë? Çka është më mirë që ta kam rri dora e xhepi, javë ke sjell. Nëse çaj që i qon ti me i la durt me isprami, legenin ta derë në qëllim me qëllim. Qish kishe me konsideru? Ta derë legenin. Sa i madha qaj? A mundët që ki me qenë ma i ditur i popullit? E që ki si të mundët edhe a i që si ngrenë durt është ma i ditur i popullit pra. Si të mundët ki, mundët edhe ki qetri. A dini xhamatin ndershëm ki ka libër i njerëzve që nuk i ngrenë durt mas bukës me lutë Allahun xhelle xhelaluhu për shtimin e pasurive të zotriut edhe gjithë muslimanëve. A dini çka ato thonë ki? Edhe a dini xhamatin ndershëm pse se ban ki këtë punë? Ki nuk e ban këtë punë se e ka votu, e ka glasit vetë i madh. Vetës ja ka qitë votën. Unë jam ma i modhi, e unë e zati ma i modhi do këtë pilarg, e mu e më shofin evropianët pilarg. Kur të më shofin evropianët pilarg, thojnë ti i e qaj shka ki ardhë me bisedu me neve për kauzën tënde, a natë kemi pa në televizor në filan vend ti hala dur të bukës për i grejshe. E të në qish mu bo qa që i vogël. Pra pa mi gips halan krije. Pa mi gips halan krije. Do qohën si fir edhe han iftar. Do qohën si fir edhe han drek. Do qohën si fir edhe pin cigare ditën. Pin mshefta cigare. Hala se kanë kri problemin. Se kanë problemin e lidhën me sit e njerëzve. Si mës të më shofe filoni kejta mirë. Si të më shofin qerat sa mirë. Ku metën sit e madhrijës Allahu xhelle xhelalu. Ku met kompjuteri përgjegjës edhe mbikëshirës i krijuesit qillave dhe tokave, than Kurani i Kerim në suratul Fajr, inna rabbaka labil mirsad. Tha on ju mbikëqiri dhe ju shof në çdo lëvizje matim të juve. Ja an-namlata sauda biba an-namlati sauda fi laylatin dhalma. Tha i shef edhe këmbët e bubrecit, edhe bubullimën e nënvizoje, edhe bubullimën e këmbës bubrecit në natën e ardh ku pe venaj. E ti para që ti krijuesi mendon se po pështon me një punë së mpa njerëzit. Së mpa njerëzit. Ndëgjoj i ri i dashur. Ndëgjoj i ri me respekt. E kam fjallën me respektin tim të ti. Se ti je ma primitivi që ka pa bota. Ma i lanmi, ma pa vleft. Edhe ma pa vler njeriut nëse që është hasifir. Edhe shkon me një vend ha buk e në qatë familjen tonë e këthe është ha dark niftar me to. Të më falesh në Ramazan, të më falesh i nderuar i gjemot. Në Ramazan ninojnë edhe hajvanët. Në Ramazan ninojnë edhe shpenzët. Shpenzët në muajin e Ramazanit cicirojnë ma pak. S'ka mundësi biologët më mbrojt se kjo është e vërtet. Kjo është e vërtet. Në Ramazan shpenzët cicirojnë ma pak. Ata pushojnë një kohë shkurt muajin e Ramazanit. Në kohat e qetësisë këtij muaji çka ka në botë rrin ma qetë. Në kohën e këtij muaji që po vjen ngritën dur të çdo krijese për pet me i thon Allahu xhelle xhelaluhu ve xhelle shalu falnaj. Mos e lisho muajin e Ramazanit veç mos ngrënje dhe mos pirje. Mos e lisho. Po shfrytëzoje për gjitha punët. Qetësov. Po mushe akumulatorin tanë për 335 ditë qeran me Ramazanit qetër. E di, tu ka shpraz akumulatori kejt për një mëtë mujë. E kam qartë. Akumulatori sevapave, i fuqive, energjive, për me lëviz për Allah, me bo pun për Allah, tu ka shpraz kejt. E di. Bile disave edhe qelijat ju kanë shtremu. A kjo a katastrofë, qelijat si shtremu në akumulatori ditë ke ka veni. Tash ti e ke rastin me shku në riparim. E ke rastin me hi në servisin e përmirësimit. Cëllin servis a thu? Cëllin servis përmirësimit? Servisin e përmirësimit tënde në dhe familjes tënde. Ngre e zonin fol. Ngre e zonin, mëse le veç zanin e hoxës. Ja hoxha. Hoxha mos po fol edhe pak më dokës dhe të fol e heq. Ngre e dhe ti zonin. Unë po të mësoj
se çka po ndodh me tije. Po t'i shtramojnë fëmijët kur i kanë 6 vjeçar qert. Po vjen të une me drejtuën mas i ki bo 65. Qert po t'i shtramojnë fëmijët 6 vjeçart, e unë po du me drejtu kur i ki bo 65. S'po të kuptojmë. E di, hala s'kam thonë zati, që shkemi kuptu, hala s'kam thonë. Unë po thamë me mia herë se festat që janë tash prezente s'janë tuat. Edhe po ta thamë pa rezervë, që ndoshta s'ta thot qetri. S'janë tuat. Ani se ke arë prej gurbetit e shpia. Ti mos o hapit. Ti ke arë prej gurbetit e shpia, shtin këto festa, se a i qetri e sa shi lirë me mbikëqirë të punu. Edhe unë ditën e Bajramit e kam pas lishu ofqarin të shpia. Shka i rujke dhend. Pse unë si shë i lirë ditën e Bajramit. A i sa shë i lirë me ti e mu morë këto dita për atë ti je këtu. Se të ka thonë me të pestin pun. Kështu të ka thonë. Pra me të pestin një lirohem për ti. Kalojnë festat e mia edhe ti ven matonis me qarjen për sahatët që të punojsh unë të paguj. Më regull. Mirë. A i për këtet lishoj me artë të shpia. Qka je koqit? Qka je fut ti edhe në shtosin e mënirës manifestimit ative? Qka të kanë lishu të shpia sa ato kanë me bo Bajramin e vetë? Qka je përlos? O musliman i nderuar, mësusja ju ka lip mësu. E di që jelnon njërësit, po unë e di që jelnon. Po ani se jelnon, ditën e kiametit unë pajtojmë ato jelnon. Ska gale, ska problem. I kanë li pare fëmive në foshnjore me festu sot, edhe mas 5 ditve me festu prap. O i nderuar, e di qka pëndoll me fëmijën tanë? Fëmija, ti po e feston Ramazanin, fëmija jëtë bëzhicin. Fëmija jëtë bëzhicin. Do po ta mësoj fëmijën se anë shi bëzhicit, a hoxha po të mësoj mas 65 vete se je i Allahut. Pra bëzhic, do me thonë Allah i vogël. Ja bëzhic, ja bogic, ja bogicevic, njopi qitive, do me thonë Allah i vogël. Emën zvogluë, sukur burë dhe burrac, shtëpije dhe shtëpiz, qitetë dhe qitets, mahallë dhe mahallës. Këto janë emna zvogluës, pra boge dhe bëzhic, Allah i vogël. E kanë, ato 6 veçart, jam këdhon ka 5 miliard, bëzhicin. Allah i në vogël me shku me festu. Ti ke arë me falë gjumane Allah i të ma. Kjo pëndodh me neve. Këto punë pëndodhin këtë popull. Po edhe mas kësaj prap, edhe mas kësaj, nëse dikush kritikohet, kush kritikohet a thu? Kritikohet a i që i tha në gjami, se thojnë do tonë, a i qka po prek be a gje kusa punati. Dhënë hoxha në vend se me kalzu vajz, shkon një a gje që të rëkon, se kësa i thojnë që të rëkon, generata që i po venur funi, Bozhinski mu pregadit, kësa i pithojshin me një hoxha që të rëkon. E gjali e feston bëzhicin, baba i ngren duhet rabbena të kabbel minna o zot bana i kabul. Ana imi të mësu për lutjet, o zot bana i kabul. E tash nëse ke dëshirë me ndryshu këtë gjendje, nëse ke dëshirë me ndryshu këtë gjendje, e di une, e kam qartë se që une e di që ke dëshirë, po thu hoxha e ndryshon këta, a i hoxha veç a i fojnë. Jo ma ti dush me mor aksionin, edhe ti duhesh me ndryshu, edhe ti duhesh me ndryshu, edhe ti duhesh me ndimu mu e me ndryshu, zbashku ne duhet me ndryshu gjendjen. Gjematin dërshëm, nuk kanë regull që ka pëndodh me këtë popull. Ki popull e mori të poshtën për kafea krishtere, o i nderuar. Për kafea krishtere, po kis për e shef, ki po bot hazë me një Ramazanin, po s'për e shef trive shfar peshkiri po i ven qërë në qaf. Po luen lojnë atë dukta. Se njëherë thasht mykta, e këshin mor njerëzit pak si për të modhe. Shtis po thëm të mykta pra, po thëm dukta. Pak më amëlde, se të myktës i ven hararon. E dukta po thëm, ama po të pis diçka pra. Masi dukta ma let po i ven insanve, po të pis diçka. Fazat që shkojnë me rajnë pra. E jeshilt, e pekt, e dukt. Tëne mas duktës shka ka? Mas duktës ka? Faza fundit apo e kalpt, edhe dukta prapë e lon. O Allahi jam i nderuar, kontribon familjen tone për ndrimin
se kur kuj s'pive në marë me ndru çështjen e vetë, kejt po e ndrojnë çështjen, veç ti s'pëndron. Veç ti s'pëndron, qërë kejt pëndrojnë, po thojnë kështu, sistemi mretnor mori fund, hinëm qetrin, 50 vit, mori fund, po him qetrin, kejt pëndrojnë, po thojnë kështu, jemi në fazën e tranzicionit, jemi në fazën e tranzicionit, se njeva as një të theksu ku përshkojmë. Ku përshkojmë? Pin kalendarin e gjretit në bërgjic. Zare që kjo ka rakon tranzicion. Kejt po i pranojmë ama pja asaj shka kemi vendos 5 po lishojmë hiq, interesant. Kjo ka e fmive, e burrave dhe 4 dit edhe 5, e burrave. Ku i ke dhonë 5? Për ka je betu? A ke thonë, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluh. Ke thonë kështu, ke arë me falë gjumon, natën e viti 3 për të shaf. Thua ti, pasha zotin, qështu thu? Pasha zotin hoxha e ka me ven. Qështu thu? Hoxha e ka me ven. Edhe ti këtu kur thu e ke me ven. Ama, kejt do këtë se mës me prej kur gjohat natë dishka pukuritësh. Do këtë se dishka po jetë dikuj borç një hijes të padukshme, një hije e padukshme të ngruhet s'pi për mas. Gratë e kanë këta me veti këtë hijen për mas. Gratë e bajnë me veti ka të shkojnë. Për ata ato si të rrotë nuk guxojnë me dalë për jashta. Se urnëni me vete një hije të padukshme. Notën kër e qelin derën me dalë, kur të hinë të prapë mrena ju do këtë ative thujnë mu do kësi përmanë qëtë dishka. Se ato s'ka kur gjonë faktikisht, po të e mshel derën tutën. E ashtë nisem në kamet pimoti. Që pelon të në ama sën pelon. Më do këtë dishka, sikur kur i kemi borç dikuj atë natë. E dishka, liro, heq kur kuj si kemi borç. Kur kuj si keni borç heq, liro nuk ketë. Heq bresu kur sa të ndodhë kur gjo. Se kur kush kur gjo nuk thot. Leje në atë vend. Edhe thash unë, javën e kaluar më duket se thash, se si vetë do t'ja lëm Ramazanit si vetë. Këtu e përshklim në atë linin e shkrinjer mbi fërtere me gaz. Në atë rast. Pika ana e besimit fillo, pika ana e imanit tanë, pika ana e fuqive të fes tonë dhe që i ke pjative nisu. Nisu dhe thuj, o zoti dashur, son, u kri. Po edhe një gjohë për ta përsrisë dhe për mbylli, prej të kaluarës që kemi spjegu. E ka ndërmen, këto janë përsit me shumë herë, e ka ndërmen dikush, prej qerve mu bashkan gjitë Ramazanit, na po presim muin matë madhë që do të nënëm një muin, insha Allah. Orin i e nderuar, a do t'i hien në dhe feve qera se Ramazani po ven që janë nismit përzibim muslimant? Jo, për shkap ku i kimet? Qka ke me qere, qka festojnë sot ato? Që edhe na bashkat na do t'him si vet? A do t'i jese dikuja det me një një muj? Prej qereve? Jo, ta dish pra, nëse s'ket se kupton qerë t'jesin ma të meqëm se ti. Këshirjav notave që ka nemnin, vajnë akten. Qështu e ka nemnin? Vajnë akten. Notat e venës, notat e rakijës, notat e viskit, notat e të pimës, edhe të pimës. Si ta ngreja ona ka vina, edhe ka vena. Ik thuj o zot, nëse më ka ndodhë në kaluarën, po të lutëm me ma falë, ama unë pas në qenë, unë pas kem qenë i trupull. Unë pas kem qenë kajt i trupull. Ta shpo e shof mose ku qenë kënë punët, edhe thuj kështu. Astaghfirullah al-azim, الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وأسأل التوبة والمغفرة والهداية لنا إنه هو التواب الرحيم. Thujo zot falma, unë gabimet që i bona falmi, se unë pas kam hi fal. Mu e shok më thëshin një piv kur gjosa, unë më ndoha se për një mesu kur gjosa. Ta një pita një, ajo bo kof. Pi kofës, kalojnë bure pi burës, kalojnë cisterne tani, ndokët se qatë ka shku puna largë, njoni që i pruni gazin prej Rusie, dhe ta veni një pivëvod. Për me pru me shpraz, me ventil me shpraz. Edhe ka njerë shka janë t'interesum për pivëvodin.
Ka njerëz që janë të interesuar. Edhe mdokët se po do çdo gjë me kalutën e. Çdo gjë që po eksperimentohet prej qerve, po gjon vën në rrot e popullit, kin se ki popull më i përgatitur i popull për me i pranu të hujat. Për me i bëu shpirt, çka të ka përcejë këtu pari? Si filmat. Që i cekën prapë po i cekë se sa bo shumë. Ai s'po bë, të më falni, ai s'po bëhet shumë me 170 epizoda, unë di herë se po përmendesh në kursi. S'po bëhet shumë. S'po bëhet shumë 170 epizoda, s'po bëhet shumë. Romët e Meksikës. A je këtu me mua? Romët e Meksikës. A pe do bashk katunski po ta tham, ma gjëp të Meksikës. Romanjeska ka ardhë ka hinë familjet e tona në damart e fmive, e grave, e burave, ka hinë mrenda, sa që është bo mënirë demonstrative, po lishohët çdo gjo, po pregaditën një orë për para, qkoj të hush nëse shtia nis Kassandra. Qkoj mu hush një saat për para. O i nderuar, po ta kishe zavendësu këta me një orë për para ditën e gjumo, të kishra rasti marë këtu sahati 10. E sahati 10 e kese vapin e delës. Sahati 10 e kese vapin e delës. Një dele sadak të konsiderohet këtë ditë madhe sot. Një dele sadak. E nëse sahati 9 një lop, nëse venora 8 një deve, e nëse ven sahatin e fundit një pull, në sahatin e mrap një pull, e nëse ven me zoni një voe. Kështu tha Rasulullah në hadis, një voe sadak. Ditën e gjumo. 170 orë. 170 orë një film, një popull është bo kahër se s'pëbaj ka për e këshirë. Maj smrami unë e di kur të mbyllët a ditë thojnë, po kur gjobe si shkon? Që shtu thojnë maj smrami s'ka, maj mrami a epizod, po kur gjobe si shkon? A i natë parën ditë po thojnë kur gjobe sa, pra keton këthel. Mëslemet i monë 170 orë, se gjumoja i ka 50 orë kejtë më rënda vitit, i nderuar. Gjumoja 50, gjumoja e më rënda vitit, 50 orë kejtë. As i ke 50 orë me a falë gjumosa. As i ke 50 orë një vjet 50 orë me a falë kësaja. As i ke gjeta. Sa orë ja ke falë nejeve jashtë a gjamiës. Sa orë ja ke falë ka 4 orë ka 5 mazdarkët. 365 dit ka 5 orë mazdarkët. Sa orë ja ke falë havas. Sa orë ja ke falë kur ku i hiq. Ta shti Ramazani po vjen. Edhe a i ka orë të dame. Ato janë kejtë 30 dita. I kanë orë të dame kejtë. I kanë ka 8 orë një nim. Ato bojnë 240 orë kejtë. Pra në 240 orë, po të lutem që me vetë e me familje e me tri në kom. Në kom të gjithë, trazoni, fmijët e veçli 7 vjeqarë në sifir. Mos i qoni me ninu 7 vjeqarën, ama në sifir trazoni. Mos i qoni me ninu 7 vjeqarën, ama trazoni në sifir. Se fmijët edhe kanë qef, kështu ju millët, ta bojnë 10 vjetë ninim edhe 100 dit dalmi verës me ninu. I nderuar i gjemot, ushtroni tash për verës kur të vinë Ramazani, si keni ato problemet që kemi pas. Se kemi pas probleme kur ka qenë Ramazani verës. Kemi pas problemet mëdha. Do nuk ninojshin se gat, do nuk ninojshin se zheg, do dhe ju pa të bot thati 25% e ma ishin barkin për sokakit thatin e kam. Ç'është Ramazan është i të butin pra akije. Shti radimën. Ço? Pra kanë të drejtë ta harën Ramazanin të smutit, ama jo ato shka smuën, pa ato shka janë smut. Kanë të drejta me hongë Ramazanin ato shka janë nudhe, e nëjnë mrapa. Allahu Gjelle Gjelaluhu me mirë edhe marë në e pruf të gjithve. Në e pruf të Allahu Gjelle Gjelaluhu me bereqet të gjithve. Gjithëm metër e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi sallam e bovë zoti që ki Ramazan në tjetë zgjidhja e problemeve anë e monë botës muslimanve. E bovë zoti Ramazan bedri insha Allah. E boft Allahu Gjelle Gjelaluhu inshallah Ramazan Uhudi. E boft Allahu inshallah dhe njëherë po thom Ramazan Vahi. E boft Ramazan dersi. Edhe Ramazan shëndrimi dersi në vepër inshallah ta'ala al-Fatiha.